على الكافرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلى الله تعالى عليه وعلى آله التابعين الطاهرين وأصحاب الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, adhurimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë, dhe atë që i madhi Zotit drejton, askush nuk mund ta çojë në humje. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se Allahu është një i vetëm dhe i pashok, krijuesi dhe sunduesi i gjithësisë, që vetëm madhëria e Tij meriton të adhurohet. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguari i Allahut, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, dallues i të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë dashur besimtarë dhe ju besimtare që jeni sot bashkë në këtë xhami. Vetëm Allahun e falenderojmë për mirësinë dhe begatinë e madhe që na dha, pse janë me të vërtetë momentet e faljes, të mëshirës, të cilët na i ka premtuar Allahu xhelle xhelaluhu, dhe e dini, t'jeni të bindur që premtimi i Zotit nuk kthehet, mbahet. Pra Allahu xhelle xhelaluhu është i vetmi që e mban atë premtimin, as zotimin e çka ju ka premtuar njerëzve. Qo për ata që do të shkojnë në xhenet, qo për ata të xhenemit, vallahi ajo që ka caktuar Zoti dhe që ka premtuar do të realizohet. Allahu xhelle xhelaluhu pra na urdhëroi dhe tha: një ditë e madhe, lijomin adhim. Një ditë e madhe ku njerëzit të gjithë do të jenë përpara Zotit. Unë deri këtu e marra fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe mas kësaj, pra mos i të bindeni të gjithë, që një ditë do jemi përpara Zotit xhelle xhelaluhu, lijomin adhim, ditë e madhe. Dita e premtume, ditë e shënume, ditë që do të ndodhi, që njerëzit do të jenë të gjithë përpara Allahut. Edhe nëse beson e këtë, unë them që nuk do të jesh nga këta persona që do të përmenim më mbrapa. Nëse beson e këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ruhuni nga 7 gjinahe shkatërruese. Edhe të parën e kishte vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i vënë shok Zotit, që do të thotë mas me beso tamam, pa gjysmë. Pra gjysmën e besoj se ekziston Allahu, e besoj se ka pushtet, po gjysmën edhe s'ka. Çfarë do të thotë? I punoj disa gjona i sheh. I punoj disa gjona kur jam qeft, kur jam erët, në vetëmi, nuk i sheh. Nuk i zbulon. Ky njeri ka vënë shok Zotit. Pra mendon që disa herë ja dredh Allahu xhelle xhelaluhu. Keni vënë herë që ti ke bën një marrëveshje me një shok, me një mik, për një punë, keni hodh lek bashkë. Njëri e dredh mes tyre. Pse e dredh ai? Vallahi s'ka besim tek Zoti. Ose beson Zotin me 2 variante, që ka herë edhe mund t'ja hedhim. Allahu na ruaj. A di sa erën është kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë moment thot 7 gjinahe shkatërruese. Sa të kur jam qef ati shokut, mikut, natën, ditën, ja dredha tho, ja hodha, se nuk më pa. Edhe je besimtar, thu, unë besoj, ka kriju qiellin, ka kriju tokën, por natën edhe mund t'ja dredh ka herë. Vëllai kanë bënë marrëveshje
Një njeri o vëllezër ka marrë përsipër të vrasi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U qohen ata personat asaj kohe, edhe thana ka në një që del, edhe u qohen një person, ju thot atyre unë jam ai që do ta vras pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Marrveshja ishte shumë e mqeft, 3 veta, natën. Edhe ata i thanë, ti vetëm me kry këtë punë, për familjen, për lek, për shtëpi, për gru, do kujdesën e. Ti vetëm me na e marru këtë punë. Edhe të nesër maj, shkon për e gjërmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga Meka, ati ku ishte në Medine. Me kalë. Sa ja afrohet ti ku që e gjenë, se ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kom të ati kalit për fillojnë të humbasin thellë në ranë. Mund deri para pak metrash ishte normal. Nuk pa humshin. Mund të ishte distanca 30 ose 20 apo 50 metra. Shpatën në pref bë gati. Ta qes faret ma. Legu madh. Po edhe po të ndodhi gjonë, ne familjen e kemi ne fëmijët tuaj. Marrveshje, teens. Kur e pas po bën ndërmon me hezmon, s'po hez kali. Kthen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë orë njëri. Afro më që halli ke? Enes flis dhe hiq. Që halli ke? Nuk po flis dhe. I hiku goja. Kali ngelje të nëron. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e di që halli ke pas. Që halli kam pas, i thot? Me më vrapu, më thot. Ke bane marrveshjen, filan vend, filan orë, filan shtëpi, gruën e kanë marrë përsipër, fëmijët i kanë marrë përsipër, ushqimin e kanë marrë përsipër.